sallatë në tigan me karkaleca deti. Po shumë mirë dëgjuat, sallatë në tigan. Edhe këtu ka postafat, aty në Angli kemi postafat këto sallatat që janë që gatuhen, do me thënë që vire në tigan edhe skuqen me pak vaj. Unë këtu si qikoni hodha edhe një qikë soja sos, pas e kisha skuqur sallatën. Mund t'i hidhni pak kri, pak piper, çfarë të doni juve nga këto erzat. Edhe në fund i shtova karkalecat, se karkalecat janë të gatshëm, po thuajse, nuk duen që të bëhen shumë, mua me që më pëlqejnë pak ashtu si të thatë dhe ndaj edhe i vendose që të skuqen bashkë me sallatën. Pasi është përgatitur, do ta hedhim në një tasë, si të doni juve, mund ta përdorni tamam si sallatë, edhe të shoqëroni një gatim tjetër, ose mund të hani vetëm këtë për darkën, nëse doni diçka të lehtë. Bëhet për 2 minuta. Nuk do fare kohë që të përgatitet, është shumë e shpejtë, e shëndetshme, e shijshme, edhe nuk kemi merak që sa kalori ka, se është sallatë, nuk ka gjë tjetër. Të kaloni bukur, ciao ciao.